Ali Khamenei lindi me 17 korrik 1939 në qytetin Mashhad, një nga qendrat më të rëndësishme fetare të Iranit. Ai vinte nga një familje me traditë fetare shiite, që në moshë të re studioi teologji islame, jurisprudencë, fik dhe filozofi islame në seminare fetare në Mashhad dhe më vonë në Kom, ku u ndikua fort nga mendimi revolucionar islam. Gjatë viteve 1960-1970, Khamenei u përfshi aktivisht në lëvizjen kundër regjimit të shahut Mohammad Reza Pahlavi. Ai u arrestua disa herë dhe u burgos për aktivitetet e tij revolucionare. Pas revolucionit islamik të vitit 1979, ai u shfaq shpejt si një nga figurat kyçe të rendit të ri politik të Iranit. Në vitin 1981, Ali Khamenei u zgjodh presidenti i Iranit dhe shërbeu 2 mandate radhazi deri në vitin 1989. Presidenca e tij përkohi me periudhën e vështirë të luftës Iran-Irak, gjatë së cilës ai luajti rol të rëndësishëm në mobilizimin politik dhe ideologjik të vendit. Në këtë fazë, ai bashkëpunoi ngushtë me Ayatollah Ruhollah Khomeini, themeluesin e Republikës Islamike. Pas vdekjes së Khomeinit, në vitin 1989, Khamenei u emërua udhëheqës suprem i Iranit. Ky post i jep atij kontroll mbi forcat e armatosura, gjyqësorin, median shtetërore dhe institucionet kryesore fetare e politike. Nën udhëheqjen e tij, Irani ka ndjekur një linjë të fortë antiperëndimore, veçanërisht kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Khamenei ka mbështetur zgjerimin e ndikimit iranian në lindjen e mesme përmes aleancave strategjike me grupe dhe shtete si Hezbollahu në Liban dhe regjimi sirian. Në të njëjtën kohë, ai ka theksuar vetë mjaftueshmërinë ekonomike dhe ruajtjen e vlerave islame kundër asaj që e quan deportim kulturor perëndimor. Ayatollah Ali Khamenei mbetet një figurë thellësisht polarizuese. Për mbështetësit e tij, ai është mbrojtës i pavarësisë dhe identitetit islam të Iranit. Për kritikët, ai përfaqëson autoritarizëm, kufizim të lirive dhe përplasje të vazhdueshme me komunitetin ndërkombëtar.